problem bukur serioz, e ngrit një çështje bukur të rëndësishme, që lidhet me vitin e kaluar. Ju e dini që edhe zoti Haradinaj, edhe deputet që kanë qenë në legislaturë kanë qenë bukur desider. E janë i bashkojt s'kem kushte. Na s'kem pos kushte për në atë kohë për bashkim dhe kanë qenë numrat me botë qeveri. Unë nuk e di, nuk kam qenë këtu pëse s'ka ndodhur, është gabim. Dhe është gabim që na duhet ta përmirësojmë. Nuk guxon opozita, partitë opozitare me shku prej një gabimi një gabim, se nëse nuk nxjerr mësime prej gabimeve, është problem. Na kem gabue në atë kohë edhe me mos votimin e kandidatës së atëhershme për kryetar. Për shkak se simas leximit tim të vendimit të gjykatës kushtetuese të vitit 2014, ulësja e kryeparlamentarit gati s'është e garantuar për partinë e parë. Presidenti nuk është i garantuar, se duhet 80 deputet, po ajo është pak a shumë është e garantuar dhe ai debat vetëm se shkakton diskurs publik pa nevojshëm. Dhe është dashur ta bëjë. Sot ne jemi në rrezik. Besoj që ishim bukur të qartë që shteti është buzë kollapsit, që ekonomia është para falimentimit, që qeveria është e funksionale, që sulme ndaj sunet pavara janë botëreshtra, nuk ka mundësi këtu tash me pas komoditet. Për këtë arsye, unë mendoj se një unifikim serioz mbi kauzën, jo profilin politik, do të ishte jashtëzakonisht i nevojshëm.